Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 753 para erës sonë, Romuli themelon në Romën, sipas traditës duke u bërë mbreti parë romak. 1506, masakra treditore e Lisbonës merr fund. 1900 persona të dyshuar si hebrej u vranë nga të krishterët portugez. 1910, Samuel Clemens Mark Twain, autori i romanit Huckleberry Finn, ndoroi jetë në moshën 74 vjeçare. 1967, Svetlana Alilujeva, vajza e Josif Stalinit, strehohet politikisht në SBA, e njohur më pas si Lana Peters, ajo ishte vajza e vetme e diktatorit sovjetik Josif Stalin. 1989, protesta në sheshin Tiananmen. Në Pekin rreth 100.000 student mblidhen në sheshin Tiananmen për të përkujtuar udhëheqësin reformator kinez Hu Yaobang. Mitingu u shndrua në demonstrat për demokraci e cila u shtyp me tanke. 1993, gjykata e lartë në La Paz, Bolivi, dënon ish diktatorin Luis Garcia Meza me 30 vjet burgim për vrasje, vjedhje, mashtrim dhe shkelje të kushtetutës. 1994, shpallet zbulimi i parë i egzoplanetëve nga astronomi Alexander Voltsan. 2004, Irak, sulmet vetvrasëse në Basra shkaktojnë të paktën 68 vdekje në Fallujah, përplasje midis rebelëve dhe forcave të koalicionit. 2004, në Arabinë Saudite, një makinë bombë drejtuar nga një terrorist kamikaz godet selin e forcave të sigurisë në Riyadh, duke shkaktuar të paktën 4 vdekje dhe 148 të plagosur. 2006, mbreti Gyanendra i Nepalit abdikon pas disa javësh përplasjesh midis policisë dhe demonstruesve të opozitës. 2018, Nabita Gjima, personi fundit i lindur në shekullin e 19, dëron jetë në Japoni në moshën 117 vjeçë 260 ditë. 2025, ndahet nga jeta pas disa problemeve shëndetësore në moshën 88 vjeçare Papa Francesku. Papa Francesku ndroi jetë në Rom në Casa Santa Marta, ku ishte transferuar pasi doli nga spitali Gemelli.